këtë lojë e luj që 10 vjetë, me aftësi kufizume, prapë se prapë nuk më ka ndalu kur gjo me lujt. Nashta nuk jam si tjertë, po munona me bo atë temën gjithë. E një vetin, për shembull, pse jam e një dorë, po e një vetin që muj me bo, muj me luj që të loj. Për para kum pas pak ma zarë, për deri e kum su, tash mirë është që zotit. Për njerëzve të më thonë komente negative, sene ama nuk më ka interesu, ato nuk i këshyri heq. I shkon një falenderim i madh për Gjocin, se direkt, të më thonë, sot nga shujt nesrit me njerë ma ka pru. Ta ka pru direkt? E falenderoj shumë. Pa marrë parasysh që se që shini, mos u nal një korë. Ase keni për shembull një dorë, që për shembull se unë që jam ama mu nuk manin që më ka folë për shembull Zoti që shton, unë veç vazhdoj përpara. Përshëndetje miqtemi dhe shikues të shqiptar që kthehen nga Lindi. Sot e marrim Prizren të një merakli i CS:GO-s, i cili është 25 vjeçar, e bëhet fjalë për Besian Xhoxhaj, një djalë edhe pse me aftësi të kufizuar, ata nuk e ndalën që me luajt CS:GO, po ashtu të më kun edhe koxhë lojtar i furt. E Besiani sot është me mu këtu pranë meje, edhe Besiani komo na kallzu pak a shumë se që sa ku e luan CS:GO-n, edhe mas më na kallzu çfarë lojë bën Besiani, Besian ç'shi valla. Mirë valla. Ç'po kalon? Mirë. Me shëndet familja? Mirë, që Zoti të ketë. Shqyrë Zotit, lopë na kallzo sa vjeçar je? Unë jam 25 vjeçar, jam nga Prizreni. Unë këtë lojë e luj që 10 vjetë. Që 10 vjetë do më thonë CS:GO. Se jam për shembull me aftësi kufizume, prapë se prapë nuk më ka ndalu kur gjo me lujt. Nashta nuk jam si tjertë, po munona me bo atë temën gjithë. Do më thonë Besian ti që 10 vjetë e lunë CS:GO. Po, që 10 vjetë. Tregon valla, a ki shok heq për shembull që e luni këtë lojë bashkë? Shok, po, me shok luj çdo natë, lujm stak 5 veta. Po, lujm ka 3-4 orë, 5, ç'shton. 3-4 orë deri në 5 ndodh natën za unë luni. Mbrëmje. Tregon Besian për shembull atë ndalon edhe pse në këtë gjendje ti me luajt CS:GO valla. Atë analizon ai sa. Jo, kur gjo, unë e një vetin për shembull, pse jam e një dorë, po e një vetin që muj me bo, muj me luj që të loj. Për para kum pas pak ma zarë, për deri e kum su, tash mirë është që zotit. Do më thonë prapë se prapë ja ki dorë. Ja, nuk nalë në korë. Ka sa kila pi vën që shko këtë punë. Ta sa tu ma do që një jo, po mirë. Pse? Mirë. S'po ma dëm, po e kem ka një kohë që shto. S'po ta. Do më thonë të nga tregove që ki lind me aftësi të kufizume. Po, që tregon, a ki pas para gjykime gjatë jetës? Para gjykime kum pas për njerëzve të më thonë komente negative, sene ama nuk më ka interesu, ato nuk i këshyri heq. Unë veç i këshyri komentet pozitive, me përqëtëseni akum nis me live stream. Do më thonë ti me me live stream në TikTok? Në TikTok, edhe në Twitch, edhe në Twitch, po. Edhe në Twitch. Tregom ka sa orë rrin live në TikTok edhe çfarë ki po në TikTokit lo? Ja, TikTokit e kum po rrin mirë, se njerë kum menu se pale Vazhdo. Pale kam i pëlqy për shembull njerëzve, ama kur kam i çdo ditë domethënë kam komente pozitive, edhe faleminderit për krejtve. Edhe kom pas edhe komente negative, po ato që tash nuk i këshyri heq. Mas mirë jo valla. Ata mbajnë edhe ma të fort. Edhe ma normalisht, po ti fort jo valla. Fort jo. Tregom valla, a ka fitim pi Twitchit edhe pi TikTokut? Ta do na ka. Po njerë si fillim mirë është so keq, mirë. Do më thonë po mundesh me nxirr pak a shumë dotarë dhe na tuat. Po, dotarë dhe tuat, okej. Do më thonë çdo e lën telefon, o e pasi kamerën direkt. Po. Edhe direkt. Tregom çysh tet ky vullnet vëlla që më ja nis me live edhe në Twitch edhe në TikTok. Unë jam kon të luajt në LAN, do më thonë të një shok kështu, të një internet kafe. Edhe ka ardha i shoki rastisht. Edhe më tha ta bëj tha një video, tha po kom qefta me ta qita në TikTok, tha nëse i pajtimi tha shpo. Edhe tani, kur e qita, e posh dhe zjedhu i pëlqen njerëzve, tani veç vazhdova. Edhe përmes qati postimit edhe Gjoci, ma ka po videon edhe më ka shkruajt tha ki nevoj për një PC, ose diçka, i kum thonë po. Edhe se e kisha bo ma herët, po as janë konë mundësi, tash mirë është që zotit. Do më thonë tash mas e ki mundësi? I shkon një falenderim i madh për Gjocin, se direkt, do më thonë, sot nga shujt nesrit me njerë ma ka pru. Ta ka pru direkt? E falenderoj shumë. Okej, më vjen mirë lo. Tregom sa është e vështirë ty për shembull për ty me najt 4 orë që të ulëm, edhe veç me bërtit. O, midi, o. Jena mësu, mo, tash për ditë të lujt jena mësu. Ka njerë,
se... Me që vazhdo, mos tani kamera. Jemi mësu që shton, për ditë të lujt, tash s'na do këta palesa vështirë. Po nuk ka që e përdori ditën, veç notën që luj ma shumë. Notën luj. E shëgallën t'i kallëzëm një ditën e lirë shëgallën kallëzëm. Ditën... A di shflej? Jo, flej, qona kanë një më dhe gjysë të mdhejt që shton dalë shëtiti. Masani, kur këthesh notën e direkt? Direkt të së. Tregom, a i kina i mesazh për ata cilët jam nështë ta ma si të pofizume, po paka shumë i kohë vullneti edhe ju të para gjykimi edhe shumë. Qa kështë e posë që fëmijë thonë të tëve? Edhe unë e kom posë menime, dhe më thonë menime të këshia që për shemull ka me mpo dikush, ka muni, për shemull muni keqës dhe shkama, ju kisha thonë që pa marrë parasysh që se që shini, mos u nalë një korë. Ase keni për shemull një dorë, që për shemull se une që jam ama mu nuk manin që shumë ka folë për shemull zotë që shtonë, unë e veç vazhdoj për para, edhe s'nalë në korë. Edhe kisha thonë që mos u nalë një korë, njek në andrën e ju i gjithë. Se keni me arrit këtë dëni ju. Më kallëzën cilë është synimi ytë që i ki një, qëfar synimi ki? Synimin është që me bon familjen krenar edhe me arrit për shemë Londrat e mija njerë për njerë se jam të më nuk sen, që jam të lujt njerë, po me ko këshyre. Kismet zotit. Besjam Lom, unë falenderoj shumë as pare që na pritet e një, zotit rujt, ta do shënetën, edhe në sa shkom që me të po të lujt, po është edhe publiko, shumë im kurios me të po se çfarë lojtari je, aja ki dorën hiq e CSGO-s. Po, për që tashë. Hajde, okej, falenderoj shumë viteje. Shikus në rumë, ky ke Besjani, një merakli koqa si shumë i CSGO-s, e tash kena me po se qysh po luj, kështu që diqeni pomit, falenderoj shumë që na këshyrdin këtë momente, zoti ju rujt, pas lumturi një të shimi herave tjera.